e veçantë u organizua në Tetov nga Aleanca Franceze në Tetov në bashkëpunim me ansamblin muzikor të Maqedonisë së Veriut në Tetov. Kjo ngjarje e titulluar Festa e Muzikës ishte ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë ishte titulluar Të rinjt dhe muzika, trashëgimia jo në skenë, një program artistik ku shkëlqyen talentët e rinj të qytetit, me interpretime në piano, këngë solistike dhe grupore, si dhe vallet tradicionale, gjithashtu pianistë të rinj si Riola Idrizi, Enis Voca, këngëtar Iris Duo, Ela Bilali, Zara Neziri, Leila Sulejmani, Ëmbla Saiti, grupe vallesh nga Shoqëria Kulturore Artistike Gjeladin Zeqiri në Tetov. Shoqëria Kulturo-Artistike Jeni Hayat nga Tetova, Shoqëria Branko Çajka, Studio e Baletit Tutu Tetov, kurse ftuar speciale ishte Tamara Angelovska. Qëllimi kryesor i manifestimit është shprehja e muzikës dhe gjithë asaj që lidhet me artin dhe me muzikën në përgjithësi, për të arritur qëllimin e bashkimit dhe kohezionit edhe mes komuniteteve të ndryshme në vendin tonë. Çdo vit interesimi fatmirësisht është në rritje. Këtë vit kjo Fête de la Musique bashkëorganizohet me Institutin Nacional Ansamblin Muzikor të Tetovës. Pjesa e dytë i u kushtua muzikës bashkëkohore, një koncert festiv i realizuar në bashkëpunim me ansamblin muzikor të Tetovës, në drejtimin e dirigjentit Premtim Etemit, me pjesëmarrjen e disa artistëve më të njohur të skenës sonë muzikore, si Elita Ziberi, Saranda Alia, Tamara Angelovska, Agnesa Çavolli, Shpëtim Mustafa, Leutrim Zejnullai, Arianit Ramadani, Mentor Berisha. Në këtë fest që u mbajt para Qendrës për Kulturë në Tetov, kishte të pranishëm edhe përfaqësues të ambasadës së Francës në vendin tonë.